Si e shihni krejt këtë? Nuk e besoj që mund vije si pasojë e presionit publik, mund tjetë në base një element i vogël aty, po jo si pasojë e presionit publik, është si pasojë e kalkulimit politik, që partitë politike besoj që e bëjnë në këtë dhe aq më pak lodhen për ose çështje presioni ose për humbjet që mundet me psu Kosova si pasojë e këtij ngërçi politik në të cilën është futur vendi. Vetë gjua në letrat edhe të Kurtit edhe të Abdixhikut let më nënkuptuar, sidomos letra e Kurtit drejtuar Abdixhikut ka qenë ditur përgjigja. Sepse në intereson në letër që aty i referohesh shumë elementeve të cilat kanë quar në prishjen e koalicioneve mes tyre dy subjekt politike, është ditë që s'ka shansë më të thonë po, përderisa ke thy një farforme ose ke tentu me nënshtru. Edhe gjuha më pastaj. Ka sheni thysa aty konkretisht? Po, ja përmend ato krejt. Ato ja përmend se me ty s'kam problem, më kam pas problem me elemente tjera brenda LDK-s që kanë që, do të thotë, përmend strukturën një farforme të LDK-s që kanë pas dikim një kohë caktuar. Dhe prandaj është ditë... Ja përmend qarje të brenda partisë, tonë ato? Po dhe, i referuat rastit Agim Veliu, kër është shkarku si ministri i punëve të brendshme. Por, në mesin e krejt kësaj, ta zëm një element që është pak të pozitiv të letra e Abdixhikut drejtuar Kurtit, është që ja përmend pasoja pse s'dën të bashkëpunoj me të. Për dallim nga diskursi publik që kryesisht është fol që për shkak të gjuhës të Kurtit në fushat nuk po bëjmë koalicion, jo për shkak të keqeverisjes. Edhe në letrën Abdixhiku e thekson pikërisht pasojat që Kosova vuan sanksionet e Bashkimit Evropian, prishjen e raporteve me aleate strategjik, gjendjen në vend duke përfshi pra rritjen e çmimeve, e shumë probleme tjera me cilat ballafaqet vend dhe si pasojë këtyre thotë nuk mund të kemi bashkëpunim. Pra kjo është pak a shumë e përsakton refuzimin, se jo gjuba, se përmendi pak a shumë gola, kanë qenë kryesisht të lejushme dhe të kapërdishme pas zgjedhjeve të gjuha që është përdorur gjatë fushatit, edhe pse kjo lloj gjuhe vetëvendos ka qenë për herë të parë e tillë. Pra më ju drejtu me terma kafshësh e me të tjera. Por çka është tjetra me pastaj pse pa mundsot një bashkëpunim tjetër. Veç vrejnë me pastaj gjithë eksponentë tjerë vetëvendosën u gjuan në sulm ndaj Abdixhikut edhe LDK-s. Qysh mundet me ul tash nesër Abdixhiku me diskutu. Po mirë, ato rrjetet sociale tashme janë bërë kështu. Kush do që dënë mund të shpreh çfarë do mendimi thoni që janë në ndikimin, në presionin e këtij narracioni publik që po krijohet? Duke njohur pak a shumë subjektin politik vetëvendosës se si funksionon, e dim. Do thotë në momentin që merr refuzim, organizohet kjo pjesa e rrjeteve sociale edhe i sulmon gjithë oponentët kundërshtarët politik ose orkestruar të këtë sulmi? Nuk mundet me qenë veç personale ose private, nuk ka mendim, as guxim shumë brenda vetëvendosjes që me dojë dikush me jap mendim. Por edhe një gjë, tash sa i përket letrës edhe pozicionit të LDK-s. LDK është vështirë, domethënë pozicioni i saj është shumë i vështirë, sepse edhe nëse shkon me vetëvendosjen humb, edhe nëse shkon me opozitën humb, LDK-ja shpëton përmes një propozimi të tillë që e ka dhënë për qeveri gjithëpërfshirëse, se pavarësisht nëse bëhet aso jo. Po çka ka bë? Ka bë që ka gjujt topin prapë te vetëvendosja, sepse me letrën e Kurtit topi ju hedh LDK-s si bllokuese, si penguese dhe në rast se shkohet zgjedhje me bë me gesh nga ata që kush janë ata që po e pengojnë, do thotë themelimin e institucioneve të vendit. Tash topi është prapë te vetëvendosja me këtë propozim që ka bërë për qeveri gjithëpërfshirëse. Dhe këtë kalkulim bëhet prapë për ta gjetur fajtorin kur shkojnë zgjedhje. Këtë partitë politike e kanë që të qëllim që kujt i bëhet me gjesht pse Kosova gjendet në këtë ngërç politik. E shihni ju të tillë krejt këtë lojë hedhjen e topit? Kush kujt po ja hedh topin, kush kë po e djeg një farforme? Ky komunikimi publik, siç përmendi Alia, është i qëllimshëm? Për të ushtru presion, si e shihni këtë hedhjen e topit, heqjen e fajësisë, ndërkohë Kosova pra është pa institucione, pa kuvend, pa qeveri, me qeverinë detyrë natyrisht, po pa institucione të... E qartë, pra po tham, kjo është logjike natyrshme e lojës politike, sidomos e konteksteve pas elektorale. Të rinë shpik mund tjetë e natyrshme? E natyrshme, përshka natyrshme në kuptimin, jo që ne atë duhet si me thonë ta mirëpresim në vetë, duhet ta kritikojmë, por duhet ta kuptojmë që nga njëherë proceset e tilla të krizave janë rezultate objektive, janë rezultate të, si me thonë, të pashmangshme të vetë një historie caktuar politike. Unë jemi bindën që po të kishin mundësi të gjitha formacionet partijake,
të krijonin qeverinë dhe të konsideronin kuvendin, jam shumë i sigurt që kishin më e bë. Po jam shumë i sigurt që secila prej tyre është në një situatë ku është duke mendu një zgjedhje më të mirë të mundshme afatgjatë për institucionet e vendit. Edhe tash kjo loja e bartjes së topit ose e fajësisë është e natyrshme në lojën politike. Nuk, çdo formacion politik synon me e maksimizu pozicionin e vet në skenën politike, duke dobësu kundërshtarin. Por kjo është kryesisht e natyrshme. Ajo çka është për mua, çka ne mund të bëjmë është të dekonstruktojmë më pastaj diskurset dhe retorikat politike që i kanë këto formacione dhe të nxjerrin në sipërfaqe dhe të analizojmë në kontekst të rregullave kushtetuese edhe juridike. Për mu, për shembull, ju mund vlejnë në fushat, derisa nuk kanë marrë besimin e njerëzve. Tani kanë marrë besimin, bartin përgjegjësi për themelimin e institucioneve. Pajtohem, por le ta shohim në këtë kuptim. Për mu, një formacion politik, i cili arrin që manovrat politike t'ja përshtas sa më mirë që është e mundshme rregullave kushtetuese dhe ligjore, ai ngadhen politikisht. Dhe për mua aktualisht gjitha veprimët politike të vetvendosur, ose shumica prej tyre, mendoj që në avantazh për sa i përket përputhshmërisë me rregullat kushtetuese. Për shembull, kur propozon me votim të fshehtë, mendoj që është propozimi më gjenuin i mundshëm, pasi që formacionet kundërshtare i vendosin në pozitë. Jo mes lojës, zoti Gola, do duhet të propozoj fillim, sepse parashihet, por në fillim, jo mes lojës, kur të shes që si pikë nuk i ke numrat, nuk po mund. Po nëse po ka zgjidhje tjetër, hajde po shkojmë, po jo më thonë që kjo është antidemokratike. Edhe kur ka vullnet politik, unë mendoj që kjo bëhet, po nuk ka vullnet politik nga opozita. Dhe këtu nuk jam të bëu avokatur as vetëndosë, po analizoj kështu gjak ftoft. Sepse frika që ti ke që ndonjë deputet mund të votoj kandidaturën e propozuar nga vetëvendosja, është frikë legjitime, ama kjo, si më thonë, nuk po të justifikohet në raport me rregullën kushtetuese. Më tepër përmend praktika